problem. Apo kupton? Se bëna shumë Nështë kam që kuptu dhe unë, po më është duke pas herë se nuk vjen mirë kur dikush ta thot një kritik. Kështu e kam lexuar, ndoshta jam e gabuar. Po e kam kuptuar se kur nuk të vjen mirë kur dikush të kritikon. Edhe s'kam dash me bë terrorin sepse nuk e di e kam konfidencën me ty me ta thënë brike, di se shkruan pa mua, kjo nuk pëlqen, ose kjo nuk pëlqen. Jo, mundesh, realisht, më thash, nëse është një kritik konstruktive, një mendim joti, pse jo, unë pri personave që i vlerësoj, edhe kritika dhe gjatë që jam e më thonë, i pranoj prapë se prapë, nuk ka problem. Po thjesht kam qëpë me thonë mas pari mu, jo me ngju për shembull atje, se sa din më fryjnë të na din diqysh. Po, normal. Unë vetëm në gjë që kam thonë të do marrëfimit që dul për ty, thash se më është duk pak kohën e fundit se ka kërku vëmendjen e Rogertit dhe mirë, ta din. Thash vetëm këtë gjë kam thonë, as si lloj gjëje tjetër, se s'kam as si lloj kritik, as si lloj ofendimi me ta bë si goca, as si lloj veç një femër që takoj naty për shembull vjen dhe thotë ti je kështu, ti je. Unë prandaj thash që pjesa e parë nuk kam se si ishte ndërtu klipi me ato batutat, as nuk i kam ndje fare. Se nuk kemi ardhur me krahasim me njëra tjetrën. Ti je shumë e mirë në gjën tënde, unë jam shumë e mirë në gjën time, unë jam Selin afrikane, prandaj jemi dy karaktere të ndryshme. As nuk e ndi dhe as kam për ta menduar ndonjëherë për shkak që Briki mund të jetë xheloz ose unë për Brikin, siç më thon këtu. Unë nuk e kam pa fare xhelozin për shkak ndaj teje. Tjerë çfarë thonë, çfarë dojnë me thonë, mund vazhdojnë ta thojnë. A do çipsa? Jo, s'ma. Po që s'ka marrë me të folë, thjesht se kur më them apo dën ti situatë për me qit në praj, tash qa, edhe aty